edhe zoti Hamza ka deklaruar se do të ketë zgjedhje të mërshme partijake 6 shtatorit. Të gjitha partitë opozitare përjashtu AK Aleancën tashti, që në një mënyrë e ka rujt elektoratën e vet, LDK-ja e ka shtu për 2-3 deputet fal kalimit të zonës Vjosa në LDK-n me listën e saj. Mirë po, prapse kanë metën në pragun e rrezikshmërisë numrit të deputetëve që mund të krijojnë institucionet nëse nuk kanë dakordim ma të gjerë politik këtë drejtim. Nëse LDK-ja nuk do të ketë unik deputet e vet në votim, atëherë kemi një situatën tepër të rrëshqitshme. Rrëshqitshme? Unë kështu pe quajt rrëshqitshme sepse nuk e kanë sigurt, nëse do të kenë deputet komplet që do ta votojnë projektin, cilën do ta ndërtojnë eventualisht si koalicion, për me zgjedhë presidentin edhe qeverinë edhe me shkuma të tjerë. Mirë po, Vetëvendosi ka qenë refuzuar 3 herë nga Lidhja Demokratike e Kosovës për koalicion. Çka mund ta bindë LDK-n që kësaj radhe, shembull, se nuk e di nëse ka ftesë ose do të ketë, mirë po, çka mund ta bindë që kësaj radhe t'i bashkohet? E thashë po them edhe herë. Nuk duhet të shikojnë të kaluën partitë politike, duhet të shikojnë përpara në të ardhmen, të kalojnë të sfida dhe këto kundërshtime dhe barikadime që kanë pasur dhe me tani në interes të vendit, sepse ne përgjithësisht më shumë gjykoj se po humbi besueshmëri edhe në politikën e jashtme ndërkombëtare, nga se edhe Bashkimi Evropian ka reaguar dhe gjitha institucionet ndërkombëtare se partitë politike duhet të kalojnë sfidat mes vetes që i kanë në interes të vendit edhe të krijojnë institucione stabile. E qartë, edhe kur jemi tek PDK, sa shemi mund shumë një